të institucioneve, sepse ku nuk ka informacion ose ka informacion të gabuar, më pas edhe vendimarrja orientohet gabime dhe mund të futen pastaj edhe emocionet politike në mes. Po e sqaroj shumë teknikisht, edhe duhet të më besoni që unë edhe kushdo tjetër, qoftë në krye të kuvendit, nuk ka interes të mos ecë procedura, të ngecë apo të aq më keq të prishet një seancë parlamentare. Unë nuk kam ardhur në këtë institucion në drejtim të menaxhimit, punimeve të parlamentit për të penguar parlamentarizmin. Pra, para se të kalojmë të raportimet, dëshiroj të sqaroj procedurën që do të ndiqet gjatë seancës në përputhje me praktikën e konsoliduar në vite dhe me rregullat e kuvendit. Sipas rendit të ditës, pas paraqitjes së raportit nga titullari i institucionit dhe leximi i projekt rezolutës nga komisioni përgjegjës, vijohet me pyetjet nëse janë depozituar përpara fillimit të seancës dhe diskutimet nga deputetët para se të kalohet në procesin e votimit. Në shkresën e depozituar nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike është kërkuar zbatimi i rregullores dhe praktikës 34 vjeçare, për sa i përket prezantimit të pyetjeve drejtuar titullarëve të këtyre institucioneve. Në lidhje me zbatimin e rregullores së kuvendit, neni 103, raportimi në kuvend, pika 7, përcakton se në seancë plenare, titullari i institucionit paraqet raportin për jo më shumë se 20 minuta. Në vijim, lexohet projekt rezoluta e komisionit përkatës për vlerësimin e punës së institucionit dhe më pas vazhdohet me pyetjet dhe përgjigjet e tyre. Kaq thot rregulloria. Për të përcaktuar procedurat parlamentare mbi mbikëqyrjen dhe kontrollin parlamentar, me vendimin numër 6, dhe kjo është e rëndësishme, se besoj që do të jap fund debatit. Numër 6, datë 23/3/2022, konferenca e kryetarëve ka miratuar manualin e mbikëqyrjes dhe kontrollit parlamentar. Ky manual i është nënshtruar procesit konsultimit të brendshëm me deputetët, me përfaqësues të komisioneve parlamentare dhe me grupet parlamentare. Në manualin e mbikëqyrjes dhe kontrollit parlamentar është përcaktuar edhe procedura parlamentare për raportimin në seancë plenare të institucioneve të pavarura ose të krijuara me ligj. Po lexoj pikat relevante, pika 8, 9 edhe 10. Pika 8. Deputetët mund të bëjnë pyetje rreth raportit vjetor. Pika 9. Pyetjet përgatiten me shkrim dhe depozitohen në fillim të seancës plenare. Pika 10. Pyetjet i vijnë në dispozicion titullarit të institucionit të pavarur, i cili mund të përgjigjet direkt ose të kërkojë kohë. Kjo përcakton qartë procedurën që do të ndiqet në seancën plenare në lidhje me praktikën, ju lutem ta mbaroj, me praktikën parlamentare. Ta mbaroj, lutem. Nga viti 2011 deri në vitin 2017, në seanca plenare është zhvilluar vetëm debat parlamentar mbi raportimet vjetore, pa pyetje. Gabim. Jo, meqense i referohemi praktikës parlamentare. Kjo është lehtësisht e verifikueshme pasi të gjitha përzverbalet ndodhen në faqen zyrtare të kuvendit. Seanca plenare e datës 21 prill 2016, faqet 73 dhe 82. Gjithashtu në vitin 2018, pas paraqitjes raportimeve, ka patur vetëm diskutime. Në vitin 2019 dhe në vazhdimsi janë paraqitur edhe pyetje, ku është zbatuar procedura e pyetjeve në të cilën titullarët e institucioneve e kanë lexuar pyetjen dhe janë përgjigjur. Theksoj këtu seancat plenare 23 maj 2019, 20 qershor 2019, 21 maj 2020, 21 maj 2020 përsëri, 3 qershor 2021, 1 korrik 2021 e tjera. Theksoj se në komisionin përgjegjës për çështjet ligjore dhe administratën publike janë bërë diskutime për të 5 raportimet e institucioneve të drejtësisë, të cilat kanë zgjatur rreth 10 orë dhe titullarët e tyre janë përgjigjur afërsisht 90 pyetjeve, si dhe kanë marrë pyetje për t'i kthyer përgjigje me shkrim, si për shembull Këshilli i Lartë Gjyqësor. Për sa i përket pretendimit se deputetit i mohohet e drejta e fjalës, sqaroj se çdo deputet do të ketë hapësirën e tij për diskutime në seancën, në fazën e parashikuar për këtë qëllim, sipas rendit përcaktuar nga rregulloria. Kemi rënë dakord me konsensus në konferencën e kryetarëve
që do të ketë 2.5 orë debat, kohë debati për çdo raportim. Pra në total për të 5 bashkë sot përgatituni për 12.5 orë debat. Shtuar edhe 4 orë pastaj të tjera për seancën e radhës që është seanca e çështjeve të komuniteteve. Pra kemi një hapësirë debati prej 16 orë gjysmë, të cilën nuk e di se ku mund ta gjejmë arsyen për të, se nuk dua të parashikoj për keq, por një hapësirë kaq e madhe nuk mund të vihet në diskutim apo në pikpyetje për një detaj teknik kush e lexon pyetjen. Nëse i keni fjalën për interpretim të pyetjes, interpretimet e pyetjes të nderuar kolegë deputet të gjitha krave janë pjesë e debatit. Interpretimi i pyetjes merreni kohën e debatit siç është ndarë, një debat më së mjaftueshëm dhe shpresoj që ta konsumoni gjithë kohën sepse ndodh që në fund pastaj e lini vetë radhën e atë kohën e debatit. Nëse e merrni kohën e debatit, keni mundësi për komente e interpretim. Por unë ju kërkoj mirëkuptimin tuaj, sepse e di që të gjithë janë të interesuar, unë, padyshim, po dhe grupet parlamentare, sidomos deputetët që nuk janë pjesë e grupeve parlamentare dhe kanë një zë më të dobët duhet ta pranojmë për të folur. Kanë shumë të drejtë, pavarësisht frymës apo etikës që përdor një deputet apo një tjetër, në thelb kanë të drejtë. Kanë të drejtë të konsumojnë kohën e debatit. Ju lutem, lejoni të fillojë koha e debatit mbasi të përfundojnë raportimet. Pyetjet, siç është në manualin e rënë dakord me konsensus në vitin 2022 në konferencën e kryetarëve, depozitohen me shkrim dhe i vjen me shkrim në dispozicion drejtuesit të institucionit të pavarur. Atëherë ka kërkuar fjalën zoti Belind Klliçi në emër të grupit parlamentar Partisë Demokratike. Zoti drejtuesi i seancës. Kjo është një tallje që bëhet me rregulloren e kuvendit, e mbi të gjitha me kushtetutën dhe me drejtën e fjalës që kanë deputetët. Por kjo është tallje që bëhet dhe me drejtuesit e institucioneve drejtësisë që vinë këtu, se ata as nuk janë zëdhënës, as nuk janë sekretarët e deputetëve që t'i bëjnë pyetje dhe lexojnë pyetjet e deputetëve. Se po ja u japim dhe fjalët atyre dhe të marrin dhe atë 38 minutë kohë që kemi ne si opozitë, të na lexojnë dhe përgjigjet tona, edhe fjalimet tona. Kjo që ju thonin, praktika parlamentare, është e konsoliduar në mënyrë shumë të qartë, paktën 2 vjet e fundit. Po të shihni proces verbalin e vitit 2024 dhe të vitit 2023, në faqen 15 dhe 16, keni të shkruar momentin kur deputetët fillojnë dhe i adresojnë pyetje drejtuesve të institucioneve drejtësisë. Por më tepër, ju vetë përmendët nenin 103.7 të rregullores kuvendit që nuk e specifikon as në manual se pyetjet nuk ka drejt t'i bëj deputeti. Se në fund të ditës për dalë një pyetje duhet parashtrimi dhe duhet logjika. Do duhet ketë një logjik për çfarë po i pyesim drejtuesit. Ndërkohë nga ana tjetër, ju përmendët me drejt, madje keni këtu në lozh, keni 2 drejtuesit, prokurorin e përgjithshëm dhe drejtuesin e prokurorisë posaçme. Të 2 bashkë kombinuar në komisionin e ligjeve dhe në komisionin për nisma qytetare kanë qëndruar mbi 10 orë me deputetë të opozitës dhe të mazhorancës. Nuk kanë pas një problem, janë adresuar gjitha pyetjet nga deputetë të opozitës, kanë dhënë përgjigjet e tyre kur kanë dashur, kur s'kan dashur kanë dhënë sqarimet e tyre dhe gjithçka ka shkuar në rregull. Nuk kuptoj arsyen se pse ju doni t'i hiqni të drejtën deputetëve të këtij parlamenti t'i adresojnë pyetjet më shqetësuese që kanë sot qytetarët shqiptar, këtyre drejtuesve, 5 drejtuesve të institucioneve më të larta drejtësisë në vend. Në një moment kur na janë vrarë gjyqtarë nëpër salla, në një moment kur drejtësia në këtë vend është kthyer në padrejtësi, në një nocion pranueshëm për çdo qytetar, po dalësh dhe të bësh një anketim të thjeshtë. Ndaj, ju siç e shihni, qëndrimi ynë është i qartë, ne duam të zhvillohet seanca. Ne kemi ardhur të përgatitur sikundër kemi 6 javë që ka filluar parlamenti dhe nuk na jepet e drejta fjalës. Asnjë nga deputetët, mbi 95% e deputetëve Partisë Demokratike nuk kanë folur ende në foltore, se ju keni vendosur të mbyllni seancën. Në çdo seancë kalonin votim. Ndërkohë, e vërteta është që deputetët e opozitës vinë të përgatitur, është një punë voluminoze që kryhet dhe sigurisht ne vim këtu me votat e qytetarëve të opozitës dhe përfaqësojmë interesin e qytetarëve të opozitës, jo të atyre që flasin për heronjtë e fëmijëve tan apo flasin për një drejtësi që është kthyer një levë në dorën e pushtetit për të goditur kundërshtarin politik. Ndaj ju lutem, lejoni zhvillimin normal të kësaj seance
siç e shihni, jemi të gjithë duke folur brenda kontureve të etikës, të rregullores, kemi ardhur përgatitur, i jepini të drejtën kushtetuese deputetëve, njihni atë drejt që i njeh rregulloria dhe të kalojmë seancë normale. Faleminderit. Zoti Sali Berisha. Spari